Ramadan, I kam 4 vjet. Vjetor. Hamburg, Gjermania, Kumani. E nuk jam Gjerman, jam shqiptare. Mora fjalë, jem Ilira jem t'juta. tuta, Qaka. zovu, Edhe. Qumë reqë. Baba Gjuzmir e lë babi. Ka zogu që puqan, ka lasmi ka baba tale, ka lamurta e lasmir, e ka akhur gurdes mije. Murta e lasmir, e ka akhur gurdes mije. Qka ke Zoqë dhe gjumi, ato nata ku që dhumi. A ke buke, a ke uj, apo t'plaku dhe ujem. A ke Buke, a ke uj, apo t'plaku dhe ujem. Ne jetojmë rreth afër 7 viteve në Hamburg të Gjermanisë. Hamburgi është një vend me mundësi shumë të mëdha, por gjithmonë me mall për vendlinje. Lidhja me vendlinjen është gjithmonë e fortë, pa marrë parasysh sa larg jetoj. Vendlinja është rrënja jonë dhe vendlinja është identiteti ynë. Mundohemi ta vizitojmë sa herë që na jepet mundësia. Nuk ishte diçka e planifikuar, por erdhi diçka krejt natyrshëm. Sa herë që kisha kohë të lirë dhe mirresha me muzikë, vajza ishte gjithmonë aty dhe u kishte me mua bashkë në muzikë. Ne muzikën e kemi trashëguar nga babi ynë, pasi ai merret me muzikë dhe është arsimtar I muzikës. Gjithashtu edhe unë me profesion jam muzikant. Vajza gjithmonë këndon këngë patriotike edhe popullore dhe I preferon këngëtarët shqiptar të njohur si Shkurtë Feza dhe Ilir Shatiri. Nuk e kemi pritur se do të na shkojnë videot aq shumë virale në TikTok, por publiku na priti shumë ngrohtë dhe komentet më të shpeshta ishin sa e ëmbël është gjylësimja dhe sa e bukur është lidhja juaj babe-bi. Muzika për mua është një mënyrë shprehje, lidhje shpirtërore. Videot me vajzën janë të veçanta, pasi që ka plot emocion dhe dashuri. Knaqesh shumë e babit. Edhe ato Kosovën. Po e di shumë Kosovën. Niset ti